Nxënësit e gjimnazit Hasan Tasini në Saran po shkëlqejnë në festivalin kombëtar të shkencës me projekte inovative. Në fokus të vëmendjes është projekti portave digjitale kundër përmbytjeve në zona të banuara dhe biznese, që synon të lidh njohurit shkencore me zgjidhje praktike në teren për problemet reale. Projekti u përzgjodh për të konkuruar në fazat e ardhshme të festivalit dhe do të përfundojë në Tiranë në muajin prill. Pjesë e festivalit kombëtar të shkencës është edhe gjimnazi Hasan Tasini në Sarand, mjaft i njohur në shkallëvendi për rezultatet e larta në shkencat eksakte. Drejtoria e kësaj shkolle, Sofika Sotiri, e konsideron këtë si vlerësim dhe përgjegjësi. Projekti ka në fokus portat inteligjente digjitale kundër përmbytjeve në zona të banuara dhe banesa, që buron nga kërkesa e lidhjes së përgatitjes shkencore me situata reale. Sot gjimnazia Hasan Tasini zhvilloi fazën e parë të konkurimit, në të cilën nxënësit u paraqitën me projektet e tyre, projekte teknologjike, projekte në fushën e matematikës dhe në fushën e gjeografisë. U vure një angazhim maksimal dhe seriozitet maksimal i nxënësve. Nxënësit sollën, risit idetë e tyre inovative dhe projektet e tyre ishin vërtet mbreslënse. Stafi mësimor dhe nxënësit më ekselent të paramaturës dhe maturës e ndjejnë thellë këtë përgjegjësi dhe kanë nisur ta tregojnë veten duke u përballur mes grupeve të ndryshme. Në fazës së parë të festivalit të shkencës në nivel shkolle, unë së bashku me nxënësit e mi, me Klevin, me Alician Sarën dhe Konstantinë, jam mjaft e kënaqur me rezultatin, pasi ky festival së pari integron gjitha njohuritë që ne marrim teorike në lëndë të ndryshme, sidomos duke u fokusuar tek lëndët TIC teknologji dhe në dijet që kemi marrë në fizik dhe në implementimin e këtij projekti, unë jam mjaft e kënaqur me rezultatin. Por një nga kushtet kryesore pra që të konkurrojmë dënësisht në festival është që të jetë risi. Duke qenë që në Shqipëri një nga problemet kryesore janë përmbytjet dhe sidomos këtë vit, atëherë ne menduam se si mund të ndërthurim këtë ide. Puna dhe përgatitjet e nxënësve dhe mësuesve vijojnë intensivisht për të patur një përfaqësim sa më cilësor në fazat që i presin. Projekt është një projekt i cili këtu është një maket i vogël, por gjithashtu mund të vendoset dhe në jetën reale në masa shumë më të mëdha me pajisje tej mase më të fuqishme, që do të ndihmonte shumë në shtetin tonë dhe në vendet e tjera që do ta përdornin këtë pajisje. Kjo do të ishte shumë e mirë për çdo njeri i cili ka probleme dhe ka patur probleme më përpara me përmbytjet në lumenj të ndryshëm dhe thjesht do sillte risi që nuk është në shtetin tonë tani. Ky projekt erdhi me sensorët, me pjesët inxhinierike, me programin e saj të posaçëm në telefon, me pjesën e website-it dhe falenderoj shumë dhe vajzat që kemi ndarë të gjithë punën në pjesë të barabartë, më ndihmuan me pjesën e prezantimit, me si kemi sjellë të gjithën nga e para që ishte hedhur në letër, skica e parë në letër, duke sjellur në jetë këtë që të jep një kënaqësi personal që të arrish domethënë një gjë që të duket e pamundur që se ke krijuar asnjëherë, nuk e kemi marrë asnjëherë këtë mundim. Sot fatkeqësisht realiteti është ndryshe. Teknologjia ka ndryshuar mënyrën si mësojmë, si punojmë dhe si kalojmë kohën tonë të lirë. Për shkak të telefonave, laptopëve dhe orëve të gjata ulur, edhe fëmijët 10-12 vjeç kanë filluar të shfaqin shenjat e para të korrupsies. Soja prototipit ton ishte vërtet shumë e ulët, por për sa i përket një çmimi për një produkt real që mund ta përdorim, është përsëri me çmim relativisht më të ulët se produktet e tjera në treg, pa haruar të përmendim edhe risitë që ai sjell. Projekti ynë tregon se edhe nëse një ide mund të duket e parealizueshme, kur teknologjia, vendosmëria dhe bashkëpunimi mes nxënësve të palodhur hyn në lojë, atëherë çdo gjë mund të bëhet e realizueshme, sidomos kur përfshihet edhe shëndeti i bashkëpunëtorëve të tyre. Ky festival synon të nxjisë kreativitetin, aftësitë kërkimore dhe mendimin kritik të nxënësve, duke i inkurajuar ata të eksplorojnë dhe aplikojnë njohuritë në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë.